Përshëndetje miq, sot është një temë në lidhje me si të veproni me hënën e plot në shqyetar që është në 11 qershor. Sigurisht do të ndaj në dy pjesë, pjesën e parë do ju tregoj në lidhje me shtëpinë me numër 9 të shqyetarit dhe që ka disa tema të ndryshme, ndërkohë të kuptoni që është me të vërtet zona që tregon për një pamje të plot për të gjithë ne në lidhje me jetën tonë, por kryesisht për atë çfarë është dhe çfarë kërkojmë, pra si jemi dhe ku duam të shkojmë. Gjithsesi, ndërkohë do të tregoj dhe pjesën e dytë në lidhje me energjinë e vetë shqyetarit, duke treguar disa pyetje. Para se të filloj pjesën e parë në lidhje me zonën, pra me numër 9, sepse shqyetari sipas radhës i bie që të jetë në numrin 9, sigurisht numri 9 është edhe që ka të bëjë me veten në numerologji, është edhe numri që ne jemi kur arrim në veten tonë, kur ne zgjedhim të duam veten dhe jemi të pastër me atë se çfarë ne me të vërtet kërkojmë dhe duam dhe bëjmë me atë çfarë shpirti jon kënaqet, do të thotë që mbasi të jemi pastruar nga çdo gjë që nuk na shërben, sigurisht ne kur duam veten, ne duam përreth dhe më gjerë. Pra quhet ndryshe që arrim në të jemi një qenie humane, sepse që të gjithë ne jemi human. Gjithsesi, ndërkohë është që udhëhiqet nga planeti Mars dhe që do të thotë veprim, pra është çdo gjë në këtë jetë nuk mund të vijë duke ndenjur, pra që të gjithë duhet të veprojmë për atë që të gjithë jeni unik dhe që të gjithë e dini se çfarë kërkoni dhe si të arrini në atë ku jeni dhe ku doni të shkoni. Gjithsesi, kjo quhet ndryshe dhe ana e ylleshtrydheve dhe e trëndafilave, për arsye sepse në qershor ato janë pra i shitni, kudo që janë të prodhuara, pra janë trëndafilat lullëzojnë me gjithë bukurinë e tyre, sepse këtë kanë që janë edhe në këtë rast na tregojnë bukurinë, kujdesin për vete, butësinë. Gjithsesi, ajo që duhet të dini është që quhet e tillë sepse është pra nga prodhimi i tyre. Ndërkohë, është që duke qenë se në 21 qershor është dhe dita më e gjatë pra quhet ndryshe solstisi, pra dhe nata më e shkurtër do të thotë që edhe drita për të cilën është në kulmin e saj, dhe në këtë rast na ndihmon dhe ne që të ndjejmë një lloj superfuqie, pra si që një njerëzore, një lloj superfuqie në vetvete dhe që të gjithë e dini që nga behar, që të gjithë ne ndjehemi pra është ndjeshmëria dhe në të vërtetë është ndjeshmëri, sepse 4 stinët janë të ndarë, stina e pranverës jep frymëzim, stina e verës jep ndjeshmëri, stina e vjeshtës jep të gjithë dhe të dijem, pra çfarë kemi bërë, çfarë fare kemi hedhur, na vjen pra bëhemi të vetëdijshëm në vjesht, ashtu sikurse edhe në dimër ne fillojmë dhe mençurohemi, sepse është dita më e gjatë, ajo nata më e gjatë dhe dita më e shkurtër, kështu që kemi mundësi të qëndrojmë brenda familjes më tepër me familjen, dhe duke qenë se jemi që të gjithë në unik, ne kërkojmë që të dimë pra me njëri tjetrin mësojmë më shumë. Dhe kjo është që ne nuk rrim në rolin viktim, por ne fillojmë dhe mençurohemi dhe këtë e bën dimri, për të cilën në pranverë që të gjithë nuk ka rëndësi se si jemi, në pranverë sa fillon të dali dielli të na ngrojë, që të gjithë jemi për jashtë apo edhe më shumë në stinën. Tani që po flasim që ka filluar stina e hershme e verës,
Gjithsesi, jemi në stinën e verës dhe në këtë rast që të gjithë në na fton që ne të kënaqemi me bukurinë, pra frymëzimin e tokës më, sepse çdo gjë po lulëzon, ashtu sikurse edhe me atmosferën për të cilën është koha e verës, pra është me të vërtetë një atmosferë më e ngrohtë dhe që të gjithë ne jemi jashtë, që të gjithë pra ka një frymëzim në kuptimin e ndjeshmërisë. Tjetër, duke qenë se pra le të fillojmë në pjesën e parë do të shpjegoj në lidhje me zonën, pra është që ka të bëjë me pamjen e përgjithshme. Sigurisht këto 2 javë të hënës do të ndoshta ndjeni që jeni të shqetësuar në lidhje me udhëtimin, në lidhje me ndoshta studimin apo edhe me njohuritë tuaja kozmike, pra sipas asaj që jeni. Ndërkohë kjo hënë sjell që të gjithë ne që të fillojmë pra ndjejmë emocione të forta në lidhje me atë se çfarë drejtimi do t'i japim jetës, dhe në këtë rast duke qenë se është ana e plot në shigjetar, ju kërkon pra të zgjidhni filozofinë e jetës tuaj, dhe filozofi do të thotë filo dashuri dhe Sofia mençuri. Pra me atë duke ndjekur mençurinë e zemrës tuaj, sepse këtu është hiri, pra është kjo zemër është mistike, kjo atë që ndjen zemra nuk mund ta shpjegoni me mendimet tuaja, prandaj kur jeni me zemrën dhe ndjeni këtë, sigurisht ju do të arrini në dashurinë dhe në mençurinë e jetës. Pra kjo kërkohet që të jemi të vëmendshëm për të krijuar dhe do të ndjeni emocionet me qëllim që të jepni drejtim jetës tuaj. Sigurisht mesazhi që jep në është duke qenë se është tema e vetë shligjetarit, pra në shtëpinë numër 9, që janë rritja jonë personale, është ndoshta kërkoni të lidheni dhe të njihni religionet, apo në lidhje me filozofinë, apo në lidhje me udhëtimet, me botime, me studime të tjera, pra që të gjithë janë temat e shligjetarit dhe që të gjithë jeni unik dhe që të gjithë e dini se ku ndodheni dhe se çfarë pra drejtimi doni të jepni jetës, por gjithsesi në të rreth që të lidhve dhe do të bëni këtë pyetje. Pyetja e parë, a jeni të sinqert me veten tuaj? Pra mbajni shënim dhe në këtë rast të pyet të kuptoni që ndoshta jeni të prekupuar shumë me detyrimet, me detyrat, me problemet e jetës, pra jeni të angazhuar, pra sidomos kohët e fundit me këto gjëra, dhe nëse janë këto, atëherë kjo është një teknikë e vonuar për ju, sepse që të arrini me të vërtet në drejtimin e bukur të jetës, ju duhet të vazhdoni të kuptoni, pra të pyesni veten, a jeni të sinqert me atë që shpirti ju solli këtu, dhe në këtë rast ajo që të arrini është bëni një hap mbrapa, pra okej që doni të merreni me detyrimet dhe me jetën e jetës, por dhe me veten tuaj, pra një hap mbrapa, dhe në këtë rast të shikoni pamjen e përgjithshme për të pyetur ku jeni tani dhe ku doni të shkoni me jetën tuaj. Tjetër është, duke qenë se vazhdon mesazhi në nënsen për të gjithë ne, është apo zgjerojmë apo po e ngushtojmë jetën me mendjen tonë, pra si jemi duke vazhduar, pra me mendjen tonë, apo e zgjerojmë apo po e ngushtojmë jetën. Ajo që ka të bëjë është që shigjetari, jo vetëm që është aventurier, por na pyet që të gjithë dhe në anë, po ashtu na thotë që a nuk jeni më aventurier, a nuk jeni duke marrë rreziqe, pra në kuptimin asaj për të vazhduar për atë që shpirti pra ndjen dhe ju tregon se pra e ndjeni që të gjithë. Në këtë rast është që nëse pra nuk jeni aventurier, atëherë uluni dhe shikoni pamjen e përgjithshme të jetës tuaj. Ndërkohë, ndoshta mund të jeni dikush nga ju në krizë, pra mund të ndodheni që jeni pra nuk e dini, pra në krizë, dhe në këtë rast ajo që ju kërkohet që të gjithëve ju të pyesni veten, a është kjo e gjitha?
Pra në fund të fundit shpirti jeton. Dhe në qoftë se ndihesh në krizë, është me të vërtetë që ta pyesësh veten, a është kjo e gjitha që ekziston? Dhe në momentin që ju filloni të pyesni, pra është kjo e gjitha që po ndodh me ju, a do të qëndroni në krizë ku shpirti jeton dhe ju do më shumë se kur, në momentin që ju bëni këtë pyetje, ju hapni dyert dhe letësoni dhe merrni bekimet tuaja. Pse? Sepse që të gjithë nuk u preket liria. Për çfarë do lloj që ndodh me ju është që do të shkëputeni, pra që kërkon në anë, do të shkëputeni nga çdo gjë që nuk ju shërben, sepse në qoftë se ju nuk do të shkëputeni nga gjërat që nuk ju shërben, që ju lëndojnë ose ju shqetësojnë ose çfarë do lloj se jeni unik, sigurisht ju do të qëndroni në vend. Pra jeni ju që do të vendosni për të dalë nga situata dhe është e drejta juaj, por në momentin që ju vendosni, ju nuk jeni vetëm, ju tashmë e dini këtë, që të gjithë kërkoni ndihmë, edhe që të rrisni jashtë Zoti juaj, universi, ëngjëlt, këtë rrisni ju, krijesa, burimi energji, shpirtin tuaj, këtë rrisni ju, nuk ka rëndësi, por të dini një gjë që ju ndihmojeni, ju nuk jeni vetëm dhe kur nuk jeni qenë vetëm, dhe në këtë rast edhe me nënën hën që ju kërkon me të vërtetë që të pyesni veten, dhe në këtë moment është pyetja që ju mund t'i bëni vetes. A do të jetë, sepse shumica nga ne shohim që bari është i gjelbër diku tjetër. Dhe në këtë rast nëna ju pyet dhe bën pyetje, a do të jetë bari i gjelbër nëse ju largoheni nga gjërat që nuk ju shërbejnë? Sigurisht. Në momentin që ju të largoni çdo gjë që nuk ju shërben, ju do të lidheni me dhe bari do të jetë i gjelbër, dhe Diana ka veshur të bluzë të gjelbër, sepse është koha e zemrës, është koha e lidhjes tuaj me zemrën, është koha e lidhjes me veten tuaj, me rreth familjes tuaj. Në fund të fundit ne jemi të lidhur me njëri tjetrin, ne jemi një gjak në kuptimin asaj. Duam apo nuk duam, ne jemi familje dhe ne do të shkojmë me njëri tjetrin mirë. Qoftë edhe kushdo që të jetë në krah, por në fillim ne të lirohemi nga gjërat për të cilat një pjesë janë tona dhe një pjesë janë besimet tona. Ne duhet të lirohemi nga këto me qëllim që mos ngecemi në vend, dhe kjo është që nënan ju kërkon që të gjithëve, pra i kushtoni vëmendje vetes tuaj, me qëllim që duke qëndruar me veten tuaj, ju do të lidheni me dikë tjetër. Sigurisht nëse ju vazhdoni të ndiqni shpirtin tuaj për të zbuluar të vërtetën, pra kush jeni dhe ku doni të shkoni. Tjetër është në këtë kohë të gjithë ju që keni probleme në lidhje me çështjet ligjore, ndoshta divorcim, ndoshta çfarë probleme keni, do të zgjidhen, sepse është koha e ndryshimeve kozmike, do të marrin zgjidhje. Për këtë të jeni të sigurt. Dhe tjetër është që ndoshta e kuptoni që do të shpëtoni nga fjalët e vështirësive për të cilët ja u sjell mendja juaj, sepse do të arrini të kuptoni që një pjesë nuk ka qenë e juaja ashtu sikurse, edhe do të arrini të kuptoni që keni edhe besimet tuaja që ne kishim krijuar me kohë që ishim pra të vërteta, në të vërtetë. Shpirti juaj do janë nxjerrë që nuk janë të vërteta. Pra këto gjëra do të dalin gjatë kësaj ëne të plot, për arsye se ëna e plot është debritiu që na sjellni atë që çfarë, sidomos tani që jemi në këtë fazë, është faza që të qëndroni në kurs dhe fjalët janë të trajtoni çfarë ka ngelur, çfarë ju sjell shpirti, të përmisoni gjërat për të cilët ndjeni që duhen përmisuar, pra jeni bërë të qartë, kuptoni dhe tani të përmisoni ato që me të vërtetë ju sjell në moment shpirti juaj, ashtu sikurse edhe të përshtateni pra çfarë doni të bëni në këtë jetë. Është marrëdhënia juaj, është dashuria juaj, është puna juaj, është që të gjitha, është shëndeti juaj, që të gjitha, pra të përshtateni me qëllim që të krijoni një mirëqenie në përgjithësi, për një pamje të përgjithshme të vetes tuaj. Gjithsesi të kuptoni që kjo për një pjesë nga ju do të krijohet përballje dhe nësi dhe midis asaj që jeni,
pra midis asaj do të përballeni ku jeni, por edhe dëshirës që ka shpirti juaj që doni të jeni diku tjetër, pra doni të jeni në një vend tjetër, pra kjo është do ta ndjeni. Ndërkohë është që mund të ndjeni të ndarë, pra me veten tuaj, pra e ndjeni me shtëpinë apo me jashtaj, pra e ndjeni që nuk jeni më si më parë, ashtu sikurse edhe për një pjesë nga ju jeni të vëmendshëm midis ideve të vogla dhe ideve të mëdha që vinë, me qëllim që të kuptoni duke ndjerë me zemrën tuaj, sepse keni bërë një punë të mrekullueshëm, të merrni rrugën e misionit dhe të drejtimit të zemrës, sepse që të gjithë ne jemi unit, që të gjithë ne ndihmojmë dhe nëse nuk e dini, uluni, lidhuni me zemrën tuaj, të rrisni angjët Zotin tuaj, universin këtë rrisni, dhe sigurisht ju ndihmojeni, pra jeni të vëmendshëm me idetë e vogla dhe me idetë të mëdha, sepse në fund të fundit, nëse do të vazhdoni një gjë, duhet ta shikoni me vizion larg pamës. Pra ajo që bëhet pamja e përgjithshme, ku jeni, ku doni të shkoni. Pra është koha. Mësoni që na kërkon edhe të gjejmë ekuilibër midis pra mendimeve tona, por edhe besimeve tona, me qëllim që të shkëputemi kush janë frikrat që na mbajnë, ashtu sikurse dhe besimet kufizuese, pra idetë tona për të cilët ne i kemi sekrete vet, sepse ishte ajo që ndjeshim të pasigurt nëse do të tregonin të vërtetën. Tani do shkëputen se janë iluzion, pra thjesht të lëm të gjithë frikrat, me qëllim që të ecim përpara, ashtu sikurse dhe besimet kufizuese që ju keni krijuar, pra dikur ishin të vërteta, tani e ndjeni, e shihni që nuk shkojnë më. Ndërkohë, duke bërë këtë, jemi duke përqafuar të panjohurin që do të arrijmë që të gjithë, dhe kush është kjo e panjohura, sigurisht u kam bërë shumë video, por është ajo që e kemi që të gjithë këtë superfuqi, që është më e madhe se ajo që ne kemi krijuar me veten tonë, me mendjen, është zemra juaj. Pra kjo superfuqia është zemra, është ajo që kur ju e hapni këtë zemër, ju do të lidheni me hirin ynor, me mençurinë e bukurisë së jetës, me vërtetësinë, me atë që keni misionin dhe drejtimin dhe ju ndihmon për të vazhduar se ku doni të shkoni. Sigurisht ne jemi të lidhur, ku ne hapim zemrën, ne do të jemi gjithmonë të lidhur dhe këto janë forcat e jashtëtoksore, për të cilën ju keni një intuitë të lartë dhe ndoshta jeni lidhur, ashtu sikurse edhe frekuencat e larta të çdo qenie njerëzore për të cilën kemi arritur në veten tonë, jemi të zbritur në tokë dhe tani drejtojmë këtë dritë që prek paurën e çdo individi për të krijuar një shoqëri me dashuri. Pra ne vetë me dritën tonë kontribojmë kudo ku shkojmë, kudo ku dalim, se jemi magnet të energjisë dashurisë ynore. Dhe tjetër është që kjo e plot, po ashtu na kërkon që të gjithëve ne, se po vjen akoma, pra në 11, në momentin që vjen në 11 dhe 3 ditë mbrapa, ka të bëjmë atë o gjithçka o azje, pra na jeni të vëmendshëm çfarë ju vjen. Ndoshta jeni në natën e errët të shpirtit, edhe në këtë rast do të thotë, unë nuk e quaj nata e errët e shpirtit, por nata e errët e egos, sepse janë ato pra hidhjet e cila ngulitje që ne kemi marrë, mendo që fëmijë deri tani, sidomos gjeneraca e shekullit 20, ne keni këto hijet aq shumë të ngulitura, por gjithsesi të ngushëlloni veten, pra në na ndihmon të ngushëlloni veten, se ju me këto frekuenca të larta të energjive kozmike ju po ndihmojeni, po ndihmojeni dhe në këtë rast për të rritur shpirtërisht, pra nga ana shpirtërore. Ndërkohë, gjatë kohës së rritjes, ne do të kuptojmë me të vërtetë dhe kuptimin e vërtetë të botës, të jetës tonë, pra për rreth nesh, ashtu sikurse edhe do të merrni, pra do të ndihmojeni që të merrni ide të reja dhe nuk jeni pa qëllim këtu që të lidheni dhe të merrni ushqimin shpirtëror, atë që do
shpirti, ashtu si kujdeseni për higjienën e trupit, që lani gojën, apo dushe të tjera, apo pamjen e jashtme, të kujdeseni edhe për higjienën shpirtërore të shpirtit, pra ushqimi shpirtëror, që të gjithë e dini që janë meditimet, janë dëgjimi i muzikës, frymëmarrja, lëvizja, dalja në natyrë, pra ajo që të lëvizni trupin, të jep një ushqim të mirë, të besoni dhe të filloni të veproni këto, sepse kur ju dëgjoni shpirtin dhe jo mendjen, të jeni të sigurt që ju vetvetiu shpirti ju drejton, për arsye se energjia juaj ndjehet, pra ju jeni të lirë, ju vendosni të ndiqni shpirtin tuaj. Për këta, sigurisht që ju do të përdorni faljen, do të përdorni dhe mirënjohjen. Dhe falja është që nëse ju keni bërë gjëra të pakëndshme me veten tuaj, por dhe me të tjerët, ashtu sikurse dhe të tjerët gjëra të pakëndshme me ju, ju do të pani dhe do të pranoni të gjitha ndryshimet. Pra do të falni me dashuri, me mirësi, ashtu sikurse do të përdorni dhe mirënjohjen, sepse një person që është mirënjohës për gjithçka që ka, është i kënaqur, është një njeri i kënaqur. Këtë unë nuk do ta zhvilloj se mua më zjaten video, tani ka kaluar 20 minuta, por ju do t'ju jap se ku të ndiqni videon që e kam bërë në hënën e plotën. Para 4 muajsh ka qenë Gaforja drejtohet nga nëna Hën, pra ashtu dhe nëna Hën, dhe në këtë rast Gaforja është për familjen, është për vete, për familjen, kujdeset pra për shtëpin, po kështu edhe për të tjerët, por është pra lidhemi me energjinë femërore, është pra më shumë është për shtëpin, pra në brenda me vete, brenda shtëpisë. Gjithsesi të kuptoni që në këtë datë, në datë 9, është dhe planeti Jupiter që shkon në Gaforja pra ëna e re, e cila do të jetë një farën, është në 25 qershor. Por në këtë moment, pra kjo Jupiteri cili jo vetëm që udhëheq është jetarin, që është që na zgjeron energjinë, na jep frymëzim, është i fatit, i suksesit, pra i mençurisë, sigurisht do të jetë në Gafore nga data 9 deri në fund të qershorit, pra do të kemi akoma do të ndihmohemi dhe sigurisht që është dhe stina e verës për të cilën ne jemi të ndjeshëm dhe ne arrim në një nivel të lartë të ndjeshmërisë dhe ndoshta e ndjeni që ndodheni tani që jeni në pra jeni kthyer në shtëpinë tuaj. Gjithsesi që të gjithë e dini se jeni në nivelin dhe në këtë rast video ka të bëjë me atë që quhet si ju të punoni me emocionet tuaja dhe titulli i videos është si të veproni emocionalisht dhe fizikisht. Pra, merreni shënim këtë dhe hyni në video, nuk ju detyroj, jeni ju, por nëse kërkoni të dilni nga situata, filloni veproni, jo lutem. Është një bekim për ju dhe për të gjithë, por askush nuk mund t'ju ndihmoj ju nëse ju nuk filloni. Pra, atë që dëgjoni, atë që merrni edhe ta veproni, në këtë rast të falni, me mirësi veten dhe të tjerët, sepse që të gjithë kemi qenë të lënduar, që të gjithë jemi qenë njerëzore në fund të fundit, nga falja do të lirohemi dhe do të shërohemi ashtu sikurse edhe nga mirësia, duke dhënë mirësi të tjerët, që të gjithë duan mirësi, jep mirësi dhe do të marrësh mirësi. A nuk është kjo e vërtet? Tjetër do të përdorni këto mantra, mbajini shënim. E para, ditën e hënës në 11 qershor, dilni në balkon, dilni jashtë, dita e gjatë, pra ju e dini se si, por një gjë të dini, kudo që të jeni, shqipeni në se është e plot, do ta shqipni dhe sidomos në Shqipëri, ju e keni këtë shans, sepse jemi në detin mes është. Ju jepet mundësia, qelin ta shqipni me ato yjet, oh my god, është një mrekulli. Gjithsesi, unë ndjej yjet edhe kur qeli është mere, i ndjej se i kam në shpirt. Jam yll vetë, është një mrekulli të lidheni me zemrën tuaj hyjnore. Kjo nuk do të thotë, ju ndoshta më shihni që unë kam ardhur nga një marrëdhënie e divorcuar, por kjo nuk do të thotë që unë nëse dua, unë mund të zgjidhem me një njeri tjetër, mund të zgjedh të jetoj me dikë tjetër, por unë kam zgjedhur të dua Dianën
Dhe është, kjo është që më nxori shpirti të dua djanë, por marrëdhënies ex-partnerit i kam dërguar dashuri, e fala me dashuri, e fala veten me dashuri, e fala dhe atë me dashuri, sepse ne ishim që të dy të lënduar, dhe në këtë rast unë jam lidhur me dashurinë hyjnore, me qiellin blu, me dashurinë e qiellit, dhe kjo është që ndjej çdo gjë për mua, si është qielli me re, pa re, me hyje, pa hyje, me çfarë do lloj, është që e ka krijuar krijesa dhe çdo gjë është me një qëllim, ashtu sikurse në tokë dhe në qiell, dhe ne jemi të lidhur me dy këmbët tona në tokë dhe me qiellin. Qielli na jep mençurinë, toka na lulëzon, pra veprojmë se këtu është jeta dhe na jep lulëzimin. Tjetër, filloni me mantrën, tjetër në këtë anë të plotë. Unë veproj në fuqinë time, me zemër të hapur dhe pranoj të gjitha ndryshimet me dashuri. Tjetër, faleminderit për të gjitha mësimet e nxjerra, momentet e dështimeve dhe mençurinë që kam marrë. Po kështu jam mirënjohës për ditët që paraprin që më sollën këtu ku jam tani. Ndërkohë, unë zgjedh të jem e sjellshme, të dëgjoj intuitën time, pra zemrën time, të jem aventuriere, të jem mirënjohëse, të jem falenderuese për kohën time, të jem mirënjohëse, pra falenderuese mirënjohëse për kohën për të cilën jeni duke jetuar akoma, të jeni, pra të ndjeheni dhe të doni jo vetëm veten, të tjerët, por dhe jetën tuaj. Tjetër, të arrini të jeni jo vetëm mirënjohës, por dhe autentik, ju, vetja juaj. Tjetër, të keni dëmshuri, të jepni respekt vetes, të tjerëve, kafshëve dhe tokës mëm, të jeni dritë në këtë botë dhe të kontriboni sa do pak me atë që zemra juaj ju djeg për të krijuar një shoqëri të dashur. Këto mantra përdorini me anën e plotë. Dhe tani pjesa e dytë ka të bëjë me si ndikon energjia e shigjetarit tek ne. Që të gjithë të jeni të sigurt në këtë që ndikon te shenja e elementit të ajrit, ndikon më shumë te elementi ajrit dhe te elementi i zjarit, dhe do ta ndjeni tani, dhe sidomos sido që të jeni, jo vetëm që është dhe porta, është hapur porta, e kaluam 369 data 3 muaj 6 vitit 2025 që do të tonë në porta. Me të vërtet lidhjes me energjinë e universit, dhe ndoshta një pjesë nga ju ndoshta e keni arritur dhe jeni lidhur pra me veten tuaj të lartë, kush ju jeni në të vërtet, dhe që jeni lidhur me energjinë kozmike. Ndërkohë ka kaluam dje datën 6/6/2025 për të gjithë ju që keni arritur pra në veten tuaj dhe e dini se pra e dini kush jeni dhe ku do shkoni. Ndërkohë është dhe data 9, pra do të vi 9/6/2025, pra 9/6/9, pra ka prap një ndikim, ashtu sikurse do të vazhdoni, do të vi dhe porta e Luanit që është në 8 gusht. Pra varet sipas asaj që ju jeni, pra jeni, vazhdoni, ndiqeni, dhe në këtë rast edhe energjia e shigjetarit ndihmon këto shenja, elementin e ajrit është binjaku, është peshorja, është ujori, dhe elementi i zjarit është dashi, është luani, është edhe shigjetari. Ju mund t'i ndjeni më shumë se ku jeni. Por gjithsesi që të gjithë shenjat jemi të pranuar, sepse varet që të gjithë jeni unik, që të gjithë e dini se kur ndiqni rrugën e shpirti çdo ditë ju rrit, pra rritet energjia, sepse shpirti është ajo që ne jemi të lidhur me energjinë. Në momentin që ne jemi të lidhur me energjinë, pra ndjekim shpirtin, dyert tuaj janë të hapura dhe jeta juaj hap pas hapi është e bekuar me lehtësi për ju, për familjen dhe për të gjithë.
5 pyetje kryesore që duhet. Më falni, para se të tregoj, është energjia e shigjetari, sigurisht që është entuziaste, është të gëzuar, është optimiste, është frymëzuese, është aventurieste, dhe në këtë rast ju sjell ndjeni, pra do t'ju sjell një pëshërëtim lehtësuese. Pra do të ndjeni që jeni kthyer në shtëpi ose do ja bëni dhe njeni kur doni të uleni që i kërkon shpirti rahat, ku vjen në zemër kjo aja. Djetë këtu forë në vetvete hyrë, sepse është fryma. Gjithsesi, merrni këto 5 pyetje. E para, a kam qenë i shkujdesur, i pakujdesur dhe ndoshta i papërgjegjshëm? E dyta, a kam lënë pas dore veten time duke u shqetësuar, pra duke u shqetësuar dhe duke u mërzitur shumë? Tjetër, a kam qenë i sigurt me vetvete, ndoshta arrogant, ndoshta moralist? Tjetër, sepse kjo ka të bëjë shumë që kur qëndroni të tillë do të thotë që jeni akoma me egon shpirtërore, pra nuk jeni të liruar nga pra gjërat, hijet akoma të ngulitura, dhe në këtë rast ndoshta qëndron, pra ke marrë një guxim, por është akoma në vetvete një lloj frike, dhe këtë e paraqit me guxim, me arrogant, me moralitete të tjera. Pra kujdes për ju që keni arritur, pra në një farë mënyre keni një inteligjencë, por e përdorni akoma në lidhje me atë që të jesh dikushi. Gjithsesi, prandaj dash sepse ndodh shumë edhe me shumë shpirtëror. Pra ai që kanë bërë një punë, janë zgjuar me shpirtin, kanë arritur, por nuk janë akoma në vetveten e pastër, ashtu si krijesa na ka krijuar, edhe pse kanë arritur një inteligjencë. Tjetër, a kam patur angazhimin, pra a kam patur përdorur frikën e angazhimit në dëm të vetes, sepse ju del, ndërkohë që ju jeni edhe keni aftësi ose keni diçka ju, ose ndjeni që diçka nuk shkon, nuk angazhoheni, sepse në këtë rast dëmtoni veten tuaj. Dhe pyetja e fundit, a kam parë pamjen e përgjithshme, pra ku jam tani dhe çfarë do të bëj? Për çfarë do lloj, në çdo lloj marrëdhënie që t'jeni. Mësoni që energjia, mesazhi i energjisë shigjetarit tregon ju që jeta është aventurë. Ju lutem, mos e lini të ngecni, pse e them sepse jam vetë shigjetar. Gjithsesi, të kuptoni që me të vërtet është një energji optimiste, shigjetarët kanë vuajtur shumë dhe kanë kaluar dhe kalojnë jo vetëm në jetën e parë probleme, për arsye sepse kanë qenë gjithmonë, pra kanë dashur, kanë mbajtur atë lirinë e tyre, dhe sigurisht duke qenë se kërkojnë të jenë pra të lirë, kërkojnë të jenë gjithmonë, jetojnë me optimizëm, jetojnë pra me jetën, sigurisht ka pasur pra kontradita, kanë humbur veten e tyre, kanë humbur marrëdhëniet e tyre, por gjithsesi të kuptoni që shigjetarët janë shërues shpirtëror dhe janë me të vërtet, dhe nëse do t'i ndiqni, shigjetarët janë me të vërtet që japin shumë përzimin e shpirtit, jo vetëm që udhëhiqen nga planeti Jupiter, mire kam Jupiter, që është për zjerimin e energjisë, për mençurinë e mësimeve që nuk i dini, pra nuk i kemi ditur, por e vërtetësisë të jetës, të së panjohurës, prandaj jeta është aventurë dhe mos e lini të ngecni, dhe ndërkohë është kërkon ekuilibër, të thuash mendimin tënd e ta thuash mirë dhe qartë. Pra të krijohet ajo që me të vërtet është që të gjithë të kuptojnë për atë që thoni. Kjo është e përgjithshmja pak a shumë me atë që ju do të veproni, por ju lutem, ndiqni se si të falni dhe ndiqni dhe si të bëni mirënjohjen. E keni videon, ja u tregova, dhe tani është bërë kastila si të veproni me emocionet fizike edhe pra dhe të shpirtit, pra emocionale, pra me trupin, por dhe emocionale, në
fjalë të dy energjive, mendje dhe pjesa e brendshme, pra e shpirtit ton. Gjithsesi, për të gjithë ju që jeni në fillim ose në fazën e natës së errët të shpirtit apo çfarëdo, ju keni video, nëse keni nevojë, ju dërgoni mesazh, sinqerisht do t'ju merrni përgjigje për t'ju udhëzuar se çfarë të bëni dhe ku të hyni, me qëllim që të krijoni një vetëdije 70% dhe 30% është të veproni me mantrat, me lutjet, me dalje në natyrë, me meditimin tuaj të qetë, thjesht mbyll syt, me frym, skano trupin tënd, me ta relaksosh, bëje praktikë të përditshme, dëgjoni muzikën e shpirtit, sigurisht frymëmarrjen, lëvizje, ndoshta ecni në natyrë, ndoshta lëvizni me yoga, sigurisht që ndiqni video për të marrë mençurinë e mësimeve, por gjithsesi kur mos harroni që nuk jeni vetëm dhe në momentin që ju bëni pyetje vetes që është kjo jeta që po bëj ajo që shpirti im dëshiron, ju jeni të sigurt që ju hapen dyert dhe hapasati jeta juaj do të bëhet mrekulli e lehtë për ju, për të tjerët dhe për të gjithë botën tonë. Dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.